Nderuar zonën kryetare, nderuar anëtarë të Këshillit, unë do të paraqes një përmbledhje të platformës të cilën e kam depozituar dhe ju jeni njohur, dhe pastaj do jemi hapur për pyetje nga ana juaj. Së pari ju falenderoj për mundësinë për të dëgjuar në të seancë dëgjimore dhe për mundësinë për të shprehur ide dhe pikpamjet time lidhur me konsolidimin e mëtejshëm të prokurisë së posaçme. Për sa i përket eksperiencës profesionale, unë kam një eksperiencë prej rreth 18 vitesh në sistemin e prokurisë. Jam bërë pjesë e sistemit të prokurisë nga shkolla e magjistraturës, të cilën të paktën për rezultatet e formimit teorik e kam mbaruar me nivelin shkëlqyeshëm, dhe kam ushtruar funksionin e prokurorit në disa zyra të ndryshme të vendit, në prokurinë e Beratit, në prokurinë e Rrethit Vlorë, në prokurinë për krime të rënda dhe nga vitin 2019 në prokurinë e posaçme. Vlen për të përmendur se në prokurinë Vlorë kam qenë pjesë e njësisë task force të prokurori, dhe për një periudhë 2 vjeçare kam qenë dhe drejtuesi i njësisë dhe zëvendës drejtuesi i prokurorisë. Në prokurinë për krime të rënda kam punuar në periudhën 2016-2019 dhe kam qenë pjesë e njësisë për hetimin e korrupsionit dhe pasurisë, e cila ka patur për kompetencë hetimin e zyrtarëve të lartë shtetëror, të zgjerrëve vendor dhe të funksionarëve të drejtësisë. Po kështu në këtë prokurori në periudhën vitit 2019 derisa kjo zyrë pushojse funksionore, kam ushtruar edhe funksionin e drejtuesit të seksionit, i cili në fakt dyshojmë vetëm emërtimi nga njësia për hetimin e korrupsionit u zhduruar në seksion kundër korrupsionit. Prej ditës parë të funksionimit të prokurisë së posaçme jam pjesë e kësaj prokurorie dhe nga muaji prill 2023 jam edhe drejtuesi i seksionit të kundër korrupsionit. Gjatë përvojës sime 18 vjet si prokuror kam ndjekur hetimin dhe kam përfaqësuar akuzën në gjyq për një sër çështjesh penale të përfunduar me vendime gjyqësore dënimi, pjesë të cilave edhe kam depozituar bashkëlidhur platformës, ku përfshihen funksionar publik të çdo niveli, nga niveli i bazë, drejtor, kryetar bashkie, sekretari i përgjithshëm në ministri, zëvendës ministër. Po kështu gjatë eksperiencës time si prokuror kam ndjekur hetimin dhe kam përfaqësuar akuzën në gjyq për të pandehur të dënuar në cilësinë oficerit të policisë gjyqësore, prokuror, ish titullar të Institutit të Prokurisë, gjyqtar në shkallën e parë, gjyqtar në gjykatën e apelit, gjyqtar në gjykatën e lartë. Gjatë eksperiencës time kam ndjekur gjithashtu dhe disa çështje që lidhen me krimin organizuar, në bashkëpunim ndërkombëtar, me hetime paralele apo skuadra përbashkëta hetimore. Disa nga çështjet që unë ju kam përshkruar në platformë janë zhvilluar dhe janë përfunduar që përpara se të krijojë prokuria e posaçme gjatë kohës që kam qenë pjesë e prokurisë Vlorës apo prokurisë për krime të rënda. Së bashku me platformën time ju kam paraqitur dhe çështje penale me zyrtar të lartë shtetëror dhe funksionarë të drejtësisë, të cilat jo gjithmonë gjykata e shkallës parë ka pranuar kërkesat për mas dënimi apo për fajësi, dhe në të raste kam paraqitur ankim, kam përfaqësuar akuzën në gjykim në gjykatën e apelit dhe gjykata e apelit ka vendosur sipas kërkesave të prokurorit. Gjithashtu në çështjet penale që kam prezantuar lidhur me zyrtarë të lartë apo të krimit organizuar, në mënyrë sistematike kam kërkuar konfiskimin e pasurive që përbëjnë produkteve penale, duke konfiskuar pasurinë në vlera që shkojnë miliona euro. Nuk do ndalem gjatë në çështjet, pasi ato janë të përshkruara në platformë, por do të sjell në vëmendje vetëm një rast kur në vitin 2023 është konfiskuar një shumë prej 18.4 milionë euro. Gjendin në llogari bankare me origjinë nga veprimtaria kriminale, të cilat i përkisin një organizate kriminale. Sjell në vëmendjen tuaj që vetëm kjo shumë është sa 2 fishi i buxhetit të spakut në vitin 2023 dhe buxheti në total ka qenë vetëm në shumën 8.9 milionë euro. Disa nga çështjet e mësimit kanë patur ndjeshmëri të lartë publike dhe kanë patur efekte direkte në luftën kundër korrupsionit dhe në rezultatet e punës së prokurisë së posaçme. Për sa i përket vizionit, sqaroj që ky kandidim për drejtimin e prokurisë së posaçme është një angazhim për të konsoliduar dhe përforcuar më tej institucionin më të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe kundër krimit organizuar në Shqipëri. Vizioni im përfshin organizimin dhe konsolidimin e prokurisë së posaçme, ndërtimin e strukturë model e aftë dhe përgatitur për sfidat e reja të krimit organizuar dhe korrupsionit, duke ofruar rezultate të matshme, duke respektuar standardet ndërkombëtare të drejtësisë, duke fituar besimin e qytetarëve dhe respektin e tyre, si dhe të institucioneve në Shqipëri dhe partnerëve ndërkombëtar. Për sa i përket planit për organizimin dhe konsolidimin e mëtejshëm, kam ndarë në disa pika. Së pari,
Prokuria e posaçme aktualisht ka një kornizë strategjike të miratuar që përbëhet nga 3 strategji të veçanta, është plani strategjik 2024-2027, dhe strategjia e komunikimit dhe strategjia për reduktimin e çështjeve të mbartura. Se do jem drejtuesi i kësaj prokurie, sigurisht do të marr të gjitha masat për vënien në zbatim dhe ndjekjen në zbatimit të këtyre 3 dokumentave, të cilat janë dokumente të mirë menduara, të mirë diskutuara dhe mendimin e parterëve ndërkombëtar. Sa i përket ushtrimit ndjekjes penale, së pari në cilësinë e drejtuesit të prokurisë së posaçme do të garantoj zbatimin e parimit të barazisë para ligjit dhe sa askush nuk është mbi ligjin. Prokuria e posaçme duhet të vazhdojë të jetë aftë të ushtrojë ndjekjen penale, të ngrejë akuza të bazuara në ligj dhe në prova, ndaj cilido që ka kryer veprën penale pavarësisht statut të tyre. Ky parim do gjejë zbatim edhe në regjistrimin dhe në hetimin e hetimeve paraprake, duke shmangur perceptimet për drejtësi selektive. Së dyti, do të kryej veprimet e nevojshme për të siguruar dhe për të mbrojtur pavarësinë e prokurorit të posaçëm, me qëllim që ata të ushtrojnë detyrën e tyre në përputhje me kërkesat e ligjit.